Çmimet e këmbimit valutor sot në Shqipëri. Dollari blihet me rreth 81.2 lek, euro me 95.6 lek sot, duke filluar vitin 2026 me luhatje në tregun valutor. Dollari nis vitin forcuar. Pas rënjes më të madhe vjetore në 8 vite, dollari i SBA-s filloi 2026 me forcim kundrejt valutave kryesore. Fillon numërimi i votave të diasporës në Kosovë. Sot ka nisur numërimi i fletvotimeve me postë, që do të ndikojë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në Kosovë. Lidhjet e investimeve. Turkish Airlines ndërtim i madh i terminalit. Kompania Turkish Airlines do të ndërtojë terminalin më të madh të mallrave në botë, investim mbi 2.3 miliard USD. Zjarri tragjik në Zvicër nga festimet e vitit të ri. Një zjarr në një bar në Crans-Montana la të vdekur të paktën 40 persona dhe mbi 110 të plagosur gjatë festimeve të vitit të ri. Festimet e vitit të ri 2026 rreth botës. Shumë qytete të mëdha si New York, Sydney, Dubai festuan vitin e ri me fishek zjarre, shfaqje dronësh dhe mesazhe shprehëse. Nafta qëndron pas humbjes së madhe vjetore. Çmimet e naftës stabilizohen në ditën e parë të tregtimit të vitit 2026, pas rënjes më të madhe që nga viti 2020. Emiratet e Bashkuara Arabe vendosën një kohë uniforme për namazin e së premtes në të gjithë Emiratet për herë të parë.